Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Sharkun e Vlorës, Bujar Leskaj, ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit Treblov, ku ishte i shoqëruar nga kandidatët për deputet, Atyrt Hoxha, Alta Alusi dhe Ridvan Mersini. Në një bashkëbisedim me fermerët dhe banorët e zonës, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Sharkun e Vlorës, Bujar Leskaj, theksoi domosdoshmërinë për të ndalur shpopullimin dhe për të kthyer progresin në këto zgjedhje. Ai prezantoi pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike për bujqësinë dhe zhvillimin e zonave rurale. Leskaj ka prezantuar pika nga programi i Dhemshurisë, program që do të implementohet në 100 ditët e para të qeverisjes së Partisë Demokratike. Në 100 ditë e para kemi zgjedhur një paket që e quajmë paketa e Dhemshurisë, ku përcaktojmë minimumin jetik 200 euro, duke përcaktuar minimumin jetik 200 euro, përcaktojmë pensionin më të vogël 200 euro, pensionin e prindërve tanë që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, përcaktojmë pagën minimale 500 euro, përcaktojmë përkraje për konsumatorët, një kartë të konsumatorit për sa i përket të TVSH-s, që e rimburson me një pagë plus 3 muaj në vit. Këto janë gjëra që ne i deklarojmë që do t'i bëjmë për 100 ditë e para. Këto janë premtime të rësisht të realizueshme. Rama nuk bën dot shtet, e treguan këto 12 vite se korrupsioni të kap e të mbyt, është si kanceri, e shkatron njeriu. Kandidati për deputet Atyrt Hoxha ka ndarë gjithashtu pika nga programi i Partisë Demokratike, duke i quajtur atë një nga kartat më të forta morale që ka sot Partia Demokratike në këtë fushat për ta bërë Partinë Demokratike forcë fituese. Në pikat e programit tonë të nderuar miq, unë do të veçoja ato të subvencionit për njësitë e prodhimit, kokët e baktive dhe fidanët të cilët ju do të mbillni. Subvencionimi të fermerëve nga 0.5% në 3.5%, ashtu siç e tha edhe zoti Rakipa, kryetari i Degës, do të kaloj nga 30 milion euro në rreth 200 milion euro. Është një zonë e cila të jep kënaqësinë kur e shikon, sepse tregon që njerëzit këtu janë punëtorë dhe ja dalin me mundë me djersë. Pensionet këtu janë qesharak, as për të paguar dritat e ujit, ato ilaçet e jo më pasaj për të qenë dinjitoz. Ne nuk premtojmë luk floririt të nderuar miq, ne premtojmë një normalitet, kthimin në normalitet dhe të paktën të zhdukim atë varfërinë ekstreme. Ai minimumi jetik 200 euro do të thotë që edhe ato pensionet të cilat janë në këtë vlerë do të standardizohen për të shkuar 200 euro. Patjetër që reduktimi i çmimit të energjisë elektrike në 7 lekë është një premtim tjetër shumë domethënës për të ardhur në ndihmë, duke shtuar tek subvencioni i naftës për fermerët. Ky ekip ka të gjitha kartat morale, siç thash, për të kërkuar votën të gjithë qytetarët. Edhe kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Ridvan Mersinaj, ka theksuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve dhe është shprehur optimist për fitoren e Partisë Demokratike. Popullimi është në çdo familje prezent, si tek unë i pari që 2 fëmijë që i kam me emigracion dhe pjesa e moshe juaja, po kështu duhet jemi të gjithë. Të gjithë bashkë të votojmë për Partinë Demokratike. Kandidatja për deputete Alta Azizi Alusi ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në këto zgjedhje dhe votimin ndaj Partisë Demokratike si e vetmja forcë që do të sjellë ndryshimin në vend. Kemi nevojë për njerëz të shkolluar, të arsimuar, se mbi të gjitha një njeri arsimuar pa diskutim është një prind shumë më i mirë, bashkëshort shumë më i mirë në të ardhmen. Nëse votojmë Partinë Demokratike, ne votojmë ndryshimin. Në 11 maj të tërë të ngrihemi në këmbë që ta shporim këtë të keqe të madhe. Faleminderit.